E nderuara Presidente e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani Sadriu, i nderuari Presidenti i Republikës së Shqipërisë, zoti Bajram Begaj, mirë se keni ardhur në Kosovë, të nderuar deputet, të zgjedhur të popullit, i nderuar Kryeministri i Republikës së Kosovës, zoti Albin Kurti, të nderuara familje të dëshmorëve, i dashuri Baca Arifat, të nderuar zëvendës kryeministra dhe ministra të kabinetit qeveritar, drejtuese përfaqësues të institucioneve tona shtetërore, shkëlqësi ambasador dhe miq ndërkombëtar, delegacioni deputetëve nga Britania e Madhe, deputete Alisha Kërns, delegacioni Arbresh, përfaqësues nga Garda Jovas SBA, mysafirë që keni ardhur nga gjitha hapësirat e popullit shqiptar, posaçërisht për qenë sot me ne në këtë ditë të veçantë për Kosovën dhe qytetarët tanë, të dashur mërgjimtar, të nderuar pris fetar, të dashur qytetar të Republikës së Kosovës. Zonja dhe zotrinj, mirë se keni ardhur në seancën solemne të Kuvendit të Republikës së Kosovës me rastin e kremtimit të 18 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës. Dhe tani po e intonojmë himnin dhe të gjithë ngritemi në këmbë. Të nderuar të pranishëm, ftoj Presidentën e Republikës së Kosovës, zonjën Vjosa Osmani Sadriu, për një fjalë rasti. Zonja Presidente. I nderuar President Begaj, e nderuar Kryetare e Kuvendit zonja Haxhiu, i nderuar Kryeministër Kurti dhe anëtar të kabinetit qeveritar, shumë i dashur Baca Arifat, të nderuar deputet të Kuvendit të Kosovës, të nderuar përfaqësues diplomatik të shteteve mike, ish president e ish kryeministra, nderuar familje Rugova, familje Jashari, familje të dëshmorëve, përfaqësues të institucioneve të sigurisë, pris fetar të vendit tonë, shumë të nderuar mysafir nga Garda e Iowa, nga Anglia dhe nga shtetet të ndryshme të vendit tonë, shumë të dashur qytetar të Republikës sonë. 18 vjet më parë, Kosova u ngrit nga vuajtja në dinjitet, e nga rezistenca në shtetësi, duke dëshmuar kështu se liria e fituar me sakrificë është e përjetshme. 18 vjet më parë, Kosova u shpall shtet i lirë, i pavarur dhe sovran, duke i dhënë fund një udhëtimi të gjatë e të dhimbshëm, por edhe duke hapur një kapitull të ri të historisë sonë kombëtare. Pavarësia e Kosovës u fitua me mund, me gjak, me sakrificë dhe me durim shekullor. Ajo u ndërtua nga ata që u persekutuan, u burgosën, u dëbuan, u luftuan, por asnjëherë nuk u nënshtruan. Sot me respektin më të thellë, përulemi para kujtimit të gjitha atyre burrave e grave që ranë për këtë ditë në mënyrë që Kosova të jetë republikë. Në themelet e shtetit tonë qëndron vizioni i presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova, arkitektit të pavarësisë së Republikës sonë. Me mençuri, durim,
vizion dhe një besim të palëkundur në lirinë dhe dinjitetin e popullit ton, ai udhëhoqi Kosovën në kohët më të rënda, duke i dhënë kauzës son legjitimitet e mbështetje ndërkombëtare, si dhe shpresë të brendshme. Historia jonë mëtej është brumosur në periudhën e luftës për liri. Ajo mban emrin e komandantit legjendar Adem Jashari, familjes së tij heroike dhe të gjithë burrave e grave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. UÇK-ja është ideali më i madh që ka ndërtuar shqiptarët ndërshekuj. Ajo është zemra e rezistencës sonë kombëtare dhe përgjigjja e një populli të shtypur ndaj një regjimi gjenocidal. Kjo luftë ishte gjithnjë e drejtë, gjithnjë e pastër dhe gjithnjë e domosdoshme. Çdo përpjekje për ta njollosur atë, për ta relativizuar apo për ta barazuar viktimën me agresorin është jo vetëm e padrejtë, por edhe historikisht e pavërtetë dhe tërësisht e papranueshme. Krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës që sot gjenden në Hag, së bashku me mijëra luftëtarë të tjerë dhe me mbështetjen e palëkundur të popullit të Kosovës, u ngritën për liri, për dinjitet dhe për të drejtën e patjetërsueshme për të jetuar të lirë në atë dheun e tyre. Prandaj çdo përpjekje për ta barazuar luftën tonë çlirimtare me krimet e regjimit gjenocidal të Serbisë, jo vetëm që e minon drejtësinë, por dëmton rënd edhe themelet e paqes afatgjatë në rajonin tonë. Lufta e UÇK-s ishte shtylla jonë më e fuqishme e rezistencës dhe e shpresës. Kjo e vërtet historike është themel i shtetit tonë dhe nuk mund të zhbëhet nga asnjë përpjekje për rishkrim apo deformim të historisë. Sot më shumë se kurrë e kemi për detyrë të qëndrojmë së bashku. Asnjë dallim i yni i së kaluarës apo i së tashmës nuk guxon të jetë pengesë në unitetin ton në mbrojtje të luftës sonë çlirimtare, sepse kështu ne e mbrojmë pastërtinë e lirisë, pavarësisë dhe vetë ekzistencën e shtetit tonë. Sepse mbi çdo dallim ekziston përgjegjësia jone e përbashkët për ta mbrojtur këtë shtet, i cili është rezultat i një sakrifice shekullore. Duke mbrojtur të vërtetën, ne mbrojmë vetë shtetësinë tonë dhe këtë do ta bëjmë për sa të jetë jeta, sepse lufta jonë çlirimtare ishte betimi i përgjakur i një populli që deshi të jetoj i lirë në tokën e vetë. Secili prej tyre i dha vulën në trup, në shpirt dhe në kujtesë shtetit të cilin e gëzojmë sot. Prandaj sot detyra jonë është që kjo liri të jetë e denjë për sakrificën e secilit dëshmor dhe secilit martir që dha jetën për liri. Kosova u bë shtet për ta mbrojtur të vërtetën dhe për të mos lejuar kurrë që historia të rishkruhet në dëm të atyre që sakrifikuan gjithçka. E populli i Kosovës sakrifikoi gjithçka, deri edhe fëmijët në djep, në mënyrë që ne sot ta gëzojmë lirinë. Prandaj nuk do ta pranojmë asnjëherë në Kosovë e kudo në botë ndonjë narrativ që barazon agresorin me viktimën, pushtuesin me të pushtuarin, e krimin me rezistencën për liri. Të nderuar deputet, rruga e Kosovës drejt lirisë ka qenë një rrugtim i gjatë, i mundimshëm dhe i mbushur me sfida, por edhe me aleanca të fuqishme e me miqësi të sinqerta. Në këtë përvjetor, me mirënjohje të thellë, dua t'i falenderoj të gjithë aleatët tanë, aleatë të cilët i ndërtuam me mençurinë dhe vizionin e presidentit historik, Dr. Ibrahim Rugova dhe burra e gra që qëndruan pranë tij në ndërtimin e këtyre aleancave të cilat do t'i mbrojmë me çdo kusht. Falenderojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleatin ton strategjik. Falenderojmë çdo shtet evropian e gjetiu, gjithë partnerët tonë ndërkombëtar që qëndruan për krah Kosovës kur liria dukej e largët dhe e pamundur. Pa përkrahjen e tyre politike, diplomatike dhe ushtarake, ëndër rajon për liri do të ishte akoma e largët. Sot, pas 18 vite shtetësi, kemi arritur shumë, por kemi akoma shumë rrugë për të bërë përpara. Përgjithësia jone përbashkët është që idealin për të cilin u flijuan dëshmorët, ta vazhdojmë, ta shndrojmë në një shtet të fortë, me sovranitet në çdo pëllëmp të tij, në drejtësi funksionale e të paanshme,
në zhvillim ekonomik për çdo qytetar të vendit tonë, në integrim në familjen euroatlantike aty ku e kemi vendin dhe mbi të gjitha në shpresë për të rinjt tonë. 18 vjet shtet janë edhe më shumë përgjegjësi. Le ta ruajmë Kosovën si amanet. Le ta ndërtojmë të ardhmen me guxim. Le ta mbajmë gjithnjë të gjallë dashurinë për atë dheun tonë. Le ta ruajmë lirinë si vlerën më të shtrenjtë dhe ta ndërtojmë shtetin si shtëpi të përbashkët për të gjithë brezat që do të vinë pas nesh. Lavdi dëshmorëve të kombit e martirëve të lirisë, urimet 18 vjetori i pavarësisë, rroftë Republika e Kosovës për mot e jetë. Faleminderit. Faleminderit e nderuara zonja Presidente. Në vazhdim ftoj Presidentin e Republikës së Shqipërisë, zotin Bajram Begaj. E nderuar Presidente e Republikës Kosovës, zonja Vjosa Osmani Sadriu, e nderuar Kryetare e Kuvendit, zonja Arbulena Haxhiu, e nderuar Kryeministër, zoti Kurti, të nderuar drejtues të institucioneve kushtetuese, të nderuar antar të kabinetit qeveritar dhe deputet, të nderuar përfaqësues të trupit diplomatik, të nderuar përfaqësues të jetës politike, akademike, kulturore dhe fetare e mediatike, si dhe organizatave të dala nga lufta, veteranë dhe familje të dëshmorëve, nderuar familja Rugova, nderuar familja Jashari, i dashur Baca Rifat, vëllezër e motra, të nderuar miq ndërkombëtar të ftuar pjesëmarrës sot në këtë ceremoni. Është kënaqësi për mua që të jem prezent në këtë solemnitet të Kuvendit të Republikës Kosovës. Në emër të Republikës së Shqipërisë, ju uroj gëzuar ditën e pavarësisë. Çdo shqiptar kudo ndodhet, çdo familje shqiptare në Shqipëri a diasporë, sot ndihen pjesë e festës, e gëzimit, e urimit dhe krenarisë. Sot është një ditë e madhe. Sot Kosova mbush 18 vjeç. Në jetën e një njeriu, kjo është mosha e pjekurisë. Momenti kur ëndrat e fëmirisë marrin formën e përgjegjësisë. Në jetën e një shteti, ky përvjetor është dëshmia se Republika e Kosovës është një realitet i pakthyeshëm, një shtet sovran. Kosova ishte vendi ku liria vritej, sot është vendi ku liria funksionon, ku liria frymëzon. Kosova e sotshme është një shtet i ri në vite, por me rrënjë të thella sakrificash, kontributesh dhe meritash. Ajo ecën me hapat sigur drejt së ardhmes, pa harruar kurrë, themelet mbi të cilët u ndërtua. Intelektualët dhe studentët, mendimtarët dhe luftëtarët, u bashkuan rreth ideat dhe idesë së pavarësisë dhe luftuan me sukses për ideale të mëdha, për lirinë, për drejtat e tyre, për identitetin kombëtar shqiptar dhe mbijetesën. Nga mençuria dhe vizioni paqësore largpamës i presidentit Ibrahim Rugova, që i dha Kosovës miqt orientimin euroatlantik dhe besimin në vlera, nga Adem Demaçi që me sakrificën e tij për liri e bashkim u shndërrua në ndërgjegje kombëtare, te pushka, trimëria dhe heroizmi i heroit ton kombëtar Adem Jashari dhe lufta e drejtë çlirimtare e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që i dha Kosovës lirin. Ky popull ka treguar se është qëndrestar dhe i pathyeshëm. Kosova ishte me fat që i pati, i rriti, i besoi dhe sot i mban ashtu siç e meritojnë, simbole frymëzuese të Republikës Kosovës. Kosova është një histori e jetuar suksesi, një histori që bën krenar kombin ton dhe të gjithë ata që luftuan dhe kontribuan gjatë viteve e dekadave
por bën krenar gjithashtu edhe miqtë e partnerët tanë strategjik, sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkësinë Perëndimore. Për herë të parë në histori, NATO përdori nenin e angazhimit duke parandaluar katastrofën humanitare, spastrimin etnik, gjenocidin dhe dëbimin kolektiv të qytetarëve të Kosovës, duke mundësuar rikthimin në shtëpitë e tyre, rikthimin në tokën e tyre, rikthimin në shtetin e tyre, rikthimin në familjen e vlerave europiane. Në këtë përvjetor, mendimi ynë shkon tek ata që nuk janë fizikisht mes nesh. Zemrat tona janë me dëshmorët e lirisë aty ku ata prehen. Por sot, mendimi ynë është edhe me ata që po përballen me një betejë të vështirë, të padrejtë dhe vendimtare në Hag. Historia e Republikës Kosovës nuk mund të kuptohet dhe as të shkruhet pa emrat e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit dhe bashkëluftëtarëve të tyre. Ata që dje udhëhoqën popullin drejt lirisë, sot po përballen padrejtësisht me akuzat të montuara në gjykatën ndërkombëtare, duke na bërë të gjithëve të ndihemi të fyer, të paragjykuar dhe të akuzuar. Ata, ushtria shtirimtare e Kosovës dhe të gjithë të tjerët që morën armët për të kërkuar lirinë për adeun e tyre, lirinë për familjet e tyre, për tokën e tyre, gjuhën e tyre, të drejtat e tyre, janë siç kanë qenë e do të jetë gjithmonë, kudo, kurdo e në çdo kohë, simbole të lirisë. Ata janë memorie shtetërore e kombëtare. E vërteta nuk mund të tjetërsohet dhe historia nuk mund të rishkruhet e as ndryshohet, sepse liria ka emër, liria meriton respekt, liria meriton drejtësi, liria meriton mirënjohje. Republika e Shqipërisë është me UÇK-n, me komandantët dhe ushtarët e UÇK-s, me qytetarët e Kosovës, me dhimbjen dhe zemrimin e tyre. Shqipëria ka qëndruar pranë Kosovës, Shqipëria qëndron sot krah Kosovës dhe do të qëndrojë jetë e mot me Kosovën. Në këtë përvjetor, ne kujtojmë se Kosova nuk ishte e vetme në luftën e saj për liri. Mirënjohja jone e përjetshme shkon për familjen e kombeve perëndimore, që u bën jo vetëm aleat, por edhe ndërgjegje morale. Mirënjohja jone e përjetshme shkon për Shtetet Bashkuara të Amerikës, NATO-n dhe miqtë ndërkombëtar që ndalën gjenocidin ndaj popullit të Kosovës. Sot Kosova nuk është vetëm produkt i kësaj ndihme, por një nga mbrojtëset më të qëndrueshme të këtyre vlerave. Të nderuar miq, vëllezër e motra, Kosova e sotshme na bën krenar. Ajo ka konsoliduar institucionet demokratike, ka zhvilluar procese zgjedhore të qeta dhe gjithëpërfshirëse dhe ka dëshmuar pjekuri demokratike. Vullneti i qytetarëve i shprehur qartë në zgjedhjet e fundit tashmë ka marrë formë institucionale me konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë së re. Sfida e tanishme është që ky mandat i besuar nga qytetarët të përkthehet në qeverisje të përgjegjshme, vendimarrje të guximshme dhe përballimin me guxim dhe me mençuri të sfidave të dialogut dhe të integrimit evropian. Urime dhe suksese institucioneve të reja në përmbushjen e përgjegjësive shtetërore. Të nderuar të pranishëm, bota është në ndryshim. Në pak vite po ndryshojnë 10 vite politika, pakte, modele dhe projekte. Shqipëria dhe Kosova janë të orientuara drejt dhe pa ekuivok. Kjo nuk është zgjedhje jon kalimtare. Kjo nuk është zgjedhje e rastësishme. Është zgjedhja jon strategjike, afatgjatë dhe pjesë e identitetit ton kombëtar. Marrëdhënia mes Shqipërisë dhe Kosovës është organike, vllazërore dhe e shenjtë. Ne jemi një kombë që rreh në 2 shtete. Shqipëria është shtëpia juaj, ashtu si Kosova është shpirti ynë. Bashkëpunimi ynë në çdo fushë nuk është zgjedhje politike dhe as interes i përkohshëm, është detyrimi ynë ndaj brezave. Shqipëria dhe Kosova krah për krah ecin sot në të njëjtin busull drejt një hapësire ku vlerat e lirisë, demokracisë dhe paqes janë të pacënueshme. Ky 18 vjetor
na rikujton se ashtu siç ishim bashkë në ditët e vështira të mbijetesës, do të jemi bashkë edhe në tryezat e Brukselit për të dëshmuar se shpirti i shqiptarit ka qenë dhe do të mbetet gjithmonë e përjetësisht euroatlantik. Shqiptarët në rajon, si në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë të Veriut, Malëzi dhe Serbi, kanë qenë dhe mbeten një faktor i rëndësishëm, emancipues, integrues dhe evropianizues, si dhe kontribues për paqen, sigurinë, stabilitetin dhe begatinë në rajonin tonë, por edhe më gjerë. Nuk mund të ketë Europë të plotë pa një Kosovë të barabartë mes të barabartëve. Shqipëria do të vazhdojë të jetë një zë i Kosovës në çdo tryezë ndërkombëtare, derisa flamuri i saj të valvitet në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe në NATO. Republika e Kosovës e meriton statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian dhe heqjen e çdo mase kufizuese. Një Kosovë e integruar dhe një faktor shqiptar i fuqizuar janë garanci për stabilitet, demokraci dhe fqinjësi të mirë. Pas 18 vitesh, Kosova nuk është më një projekt shprese. Është një shtet real, me sfida reale dhe me potencial të jashtëzakonshëm. Kosova sot është më e fortë se sa dje dhe më e përgatitur për sfidat e së nesërmes. Sfidat mbeten, por edhe vendosmëria jonë për t'i përballuar ato është e palëkundur. E ardhmja e Republikës Kosovës është europiane, demokratike dhe e lidhur ngushtë me Republikën e Shqipërisë. Të dashur vëllezër e motra, me këto mesazhe vllazërore unë dëshiroj të konfirmoj edhe një herë se është e përbashkët për çdo kryetar shteti të Shqipërisë, qeveri apo parti politike, institucion apo qytetar shqiptar. Urimi që Kosova të ketë progres demokratik e mirëqenie për qytetarët e saj, të ketë sukses dhe zhvillim, të forcojë paqen, të avancojë dialogun politik dhe të mbetet jo vetëm shteti me moshën më të re të popullsisë, por edhe shteti që ndërton një të ardhme europiane për rinin, me rinin dhe në pritshmëritë e të rinjve. Gëzojeni këtë liri të fituar me gjak dhe të mbajtur me mund dhe sakrifica. Lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi për jetë, pavarësia, bekuar qoftë Republika e Kosovës, rroft kombi shqiptar, rrofshin miqt e shqiptarëve. Faleminderit i nderuar president Begaj. Më lejoni që me rastin e kremtimit të 18 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës, të ju drejtohem me një fjalë rasti. E nderuar presidente e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani Sadriu, i nderuari presidenti i Republikës së Shqipërisë, zoti Bajram Begaj, të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, i nderuar kryeministër i Republikës së Kosovës, zoti Albin Kurti, të nderuara familje të dëshmorëve, i nderuari Baci Rifat Jashari, të nderuar zëvendës, kryeministra dhe ministra të kabinetit qeveritar, drejtues e përfaqësues të institucioneve të Republikës së Kosovës, shkëlqësi ambasador dhe miq ndërkombëtar, të dashur qytetar, media që po e përcjellni këtë seancë solemne. Sot shënojmë 17 shkurtin, ditën e pavarësisë së Republikës së Kosovës. Pavarësinë që u bë e mundur falë përpjekjeve dhe sakrificave të vazhdueshme të popullit shqiptar. Pavarësisë që u arrit përmes luftës për çlirim, gjaku të shumë heronjve që ranë dëshmor ndër breza që ne të jemi sot ku jemi këtu. Përkulje përhershme ndaj atyre që dhanë jetën për lirinë e vendit, para dëshmorëve dhe martirëve, para atyre që përjetuan dhunë në forma të ndryshme, para familjeve që ende mbajnë dhimbjen e luftës dhe të gjithë atyre që edhe sot kërkojnë drejtësi. Përkulje para të gjithë atyre që qëndruan dhe nuk u dorëzuan asnjëherë, që ne sot jetojmë të lirë në tokën që kemi trashëguar në shtetin tonë të lirë. Në këtë ditë kujtojmë dhe ndihemi krenar për heroizmin e familjes së komandantit legjendar Adem Jashari
dhe gjithë jasharëve që u bën simbol i rezistencës tonë të fuqishme kundër okupimit. Kujtojmë dhe nderojmë urtësinë e presidentit Rugova që orientoi Kosovën drejt mbështetjes ndërkombëtare. Kujtojmë qëndresën e pathyeshme të Basës Adem Demaçit, udhërfysit tonë që mbetet shembull i sakrificës së popullit tonë në rrugën e tij për liri dhe dinjitet. Këto 3 linja të historisë sonë çlirimtare e fitimtare u ngritën mbi lavdinë e historisë së qëndresës shekullore ndaj okupimit. Veprimtare dhe veprimtar, aktiviste dhe aktivist, studente e student dhe punëtore e punëtor që brenda dhe jashtë vendit në diasporë u angazhuan për një Kosovë të lirë. Falënderim i veçantë miqve dhe aleatëve ndërkombëtar që na mbështetën në rrugën për pavarësi dhe vazhdojnë të qëndrojnë pranë Kosovës në ndërtimin e saj. Të nderuar të pranishëm, këtë ditë të rëndësishme e lartëson ajo që qëndron në themelin e Republikës sonë, ajo që buroi nga populli, që është sa mundësia edhe e vërteta e tij. Ushtria çlirimtare e Kosovës dhe lufta e saj e drejtë për çlirim. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishte luftë për dinjitet dhe liri. Ajo ishte kundër përgjigje në rrethanat e një okupimi të ashpër, kur dhuna sistematike ndaj popullit shqiptar po merrte për masa shkatruese. UÇK-ja ishte ushtria mbrojtëse e një populli që kërkonte të jetonte i lirë në vendin e vet, pa pasur synim shkatrimin e askujt tjetër. Dhe çdo përpjekje për ta shkëputur këtë luftë nga konteksti i saj historik dhe politik rrezikon ta shtrembrojë të vërtetën e asaj kohe. Aq shumë kishte besim në drejtsinë e luftës sonë, sa që bota demokratike aso kohë intervenoi e më vonë edhe mbështeti pavarësinë e vendit tonë. Ne i kujtojmë këto të vërteta sepse populli i Kosovës e përjeton si të padrejtë gjykatën speciale. Dhe këtë gjykim së pari sepse anashkalon vetë rrethanat në të cilat u zhvillua lufta jonë çlirimtare. Lufta jonë nuk ishte agresion, por rezistencë ndaj okupimit dhe shtypjes, ndaj gjenocidit dhe spastrimit etnik. Luftë për të mbrojtur tokën tonë, pragun e shtëpisë, familjet, qytetarët civil të paarmatosur në Kosovë. Institucionet e Republikës së Kosovës do të vazhdojnë të mbrojnë të vërtetën historike, vlerën dhe dinjitetin e luftës për liri dhe parimet themelore të drejtësisë, duke kundërshtuar çdo përpjekje për ta deformuar atë. Të nderuar të pranishëm, Kosova sot është një shtet 18 vjeçar, si një re apo i ri që është rritur, forcuar dhe po ecën përpara me besim e ambicie të shtuara për vete. Kemi një ekonomi më të zhvilluar, stabilitet institucional, siguri dhe mbështetje të qytetarëve tanë, pa lënë mbrapa askënd. Shteti ynë po konsolidohet dhe po e rrit rolin e tij brenda, por edhe jashtë vendit. Kuvendi i Republikës së Kosovës do të vazhdojë të mbështes proceset reformuese dhe ato që kanë për synim zhvillimin e vendit. 18 vite pas shpalljes, mënyra më e mirë për ta jetësuar pavarësinë është duke nderuar Republikën, e kjo arrihet vetëm përmes institucioneve që funksionojnë me integritet dhe me profesionalizëm dhe që janë në shërbim të qytetarëve tanë. Kosova është shtet i të gjithë qytetarëve, i ndërtuar mbi parimin e barazisë dhe respektin. Ajo është pjesë e botës demokratike dhe përkushtuar për integrim dhe bashkëpunim me partnerët tanë ndërkombëtar. Të dashur qytetar, Republika jonë u ndërtua me sakrificë dhe mbahet gjallë me përkushtim të përditshëm. Detyra jonë është që ta ruajmë, ta forcojmë dhe ta zhvillojmë, që brezat që vinë të jetojnë në një vend edhe më të drejtë, edhe më të sigurt, edhe më të begat. Urime 17 shkurti, dita e pavarësisë së Republikës së Kosovës. Lavdi dëshmorëve dhe martirëve të lirisë. Faleminderit. Tani e ftojmë Kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotin Albin Kurti, për fjalën e tij. Shkëlqësia juaj, zonja Vjosa Osmani Sadriu, Presidenti i Republikës Kosovës, shkëlqësia juaj, zotri Bajram Begaj, Presidenti i Republikës Shqipërisë, e nderuar kryetare e Kuvendit të Republikës Kosovës, zonja Albulena Haxhiu, i nderuar Basarifat,
Të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës së Legjislaturës së 10, zëvendës kryeministër dhe ministra të qeverisë, të nderuar ambasador dhe miq të tjerë ndërkombëtar, të nderuara familje të dëshmorëve, invalid dhe veteran të UÇK-s, drejtues e përfaqësues të institucioneve të shtetit, klerik fetar, të dashur qytetarë të Republikës, të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotëri, 18 vjet më parë, data e sotme ju shtua kalendarit ton kombëtar. Krahas 2 marsit të Kuvendit të Lezhës, 5, 6 e 7 marsit të betejës heroike të familjes Jashari, 19 marsit të demonstratave studentëve, 10 qershorit të lidhjes Prizrenit, 12 qershorit të çlirimit të Kosovës, 2 korrikut të deklaratës kushtetuese, 7 shtatorit të Kushtetutës Kaçanikut, 22 nëntorit të Kongresit të Alfabetit dhe 28 nëntorit ditës së flamurit. Kjo sepse me 17 shkurt, me shpalljen e pavarësisë Republikës sonë, u arrit një shkallë tjetër e lartë në përfaqësimin ton në Ballkan dhe në Evropë. Dita e sotme është ditë për kujtimi për të gjithë ata burra, gra e fëmijë që flijuan shumë çka e gjithçka për Republikën e Kosovës. Aktivistët e luftëtarët që u përpoqën për jetësimin e Republikës, së paku që nga viti 1968 e këtej, ndoshta nuk kanë pasur të gjithë të njëjtin përftyrim e vizion se si do të ishte Republika, por ata kishin të njëjtën dëshirë për liri. Republika në radhë të parë është institucion i lirisë, shprehje e sovranitetit mjet për zhvillim. Prandaj, kur vjen fjala te Republika dhe sovraniteti, ne nuk mund të lëshojmë pe, sepse nuk bëjmë dot kompromis me lirinë dhe me zhvillimin. Ne i kujtojmë përftyrimet dhe vizionet e parealizuara të aktivistëve dhe të luftëtarëve që e kanë dëshiruar Republikën, sepse pas sakrificën e tyre nuk do ta kishim shtetin ton dhe mua ato na frymëzojnë e na orientojnë për ta forcuar edhe më shumë atë. Ne kujtojmë sot qëndresën paqësore të viteve 1990 dhe ne kujtojmë sot ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Ne përkulemi me nderim para dëshmorëve dhe përpiqemi që ta ruajmë dhe ta lartësojmë Republikën tonë edhe në emrin e tyre. Ndërsa kujtojmë datën e shpalljes së Republikës, brengosemi që krerë të ushtrisë shqiptare të Kosovës e të Republikës Kosovës po akuzohen padrejtësisht sepse ata guxuan të marrin armët për liri kundër shtypjes një shekullore dhe kundër një regjimi gjenocidal. Akuzat e prokurorisë speciale në Hag për krime kundër njerëzimit nuk qëndrojnë. Ato nuk marrin parasysh kontekstin historik e politik të luftës sonë çlirimtare, së cilës ja detyrojmë lirinë e sotme. Krime kundër njerëzimit ndaj popullatës civile shqiptare ka kryer Serbia e Miloševićit. Kërcënim për përsëritjen e tyre është sot Serbia e Vučićit. Barazimi mes krerëve të UÇK-s dhe një regjimi gjenocidal është i paqëndrueshëm dhe i papranueshëm për ne. Të nderuar pranishëm, Republika nuk lëshon pe kur është çështje e sovranitetit shtetëror, integritetit territorial dhe demokracisë popullore. Demokracia është edhe burim, edhe shprehje e sovranitetit Kosovës, ku përveç shqiptarëve, kushtetuta jon njeh serbët, turqit, bosnjakët, romët, ashkalit, egjiptianët, goranët. Të gjithë janë pjesë e popullit të Kosovës dhe marrin pjesë në zgjedhjet demokratike, në institucionet zyrtare dhe në jetesën e përbashkët duke respektuar ligjin dhe të drejtat e njëri tjetrit. Zgjedhjet e fundit demokratike, pas një ngërçe disa mujor në Kuvend, treguan edhe një herë vlerën e demokracisë, të zgjedhjeve të lira e të ndershme. Republika nuk detyrohet së jashtmi me imponim e dhunë, por ndërtohet së brendshme me punën tonë të përbashkët. Qeveria e re do të vazhdojë angazhimin për zhvillimin ekonomik,
për fuqizimin e sigurisë dhe për thellimin e arsimit të kulturës. Ekonomi do të thotë prodhim me mirëqenie shoqërore, siguri do të thotë mbrojtje e rend publik, arsim e kulturë do të thotë inteligjencë e kapital njerëzor. Për ta thënë me një formulë, ne do të mbrojmë prodhimin inteligjent. Kështu do të konsolidojmë rritjen ekonomike dhe do të jemi më konkurrues në rajon e më gjerë. E kjo do e mos e shoqëruar me rritjen e mirëqenies shoqërore dhe me rritjen e kapaciteteve mbrojtëse të forcës sigurisë Kosovës. Pas liberalizimit të vizave me zonën Schengen, tani pasaporta e shtetit ton është më e fortë se kur më parë. Por renditemi gjithnjë më lartë në listimin ndërkombëtar për sa i përket sigurisë, demokracisë, të drejtave e lirive, sundimit të ligjit, mirëqenies, klimës për investime të huaja direkte e të tjera. Të nderuar pjesëmarrës, kur u miratua plani ahtisarit, në bazë të cilit u shpall pavarësia e Kosovës, bota kishte tjetër pamje dhe kufizimet që na viheshin për të drejtën tonë për vetëvendosje, mendohej se do të kompenzoheshin sa me transformimin evropian të Serbisë, aq edhe me përfshirjen e shtetit tonë në sistemin kolektiv euroatlantik. Mirëpo sot, ne shohim se pasiguria në botë është rritur dhe se blokut perëndimor i nevojitet koherenca e brendshme për ta mbajtur sistemin e sigurisë në Evropë dhe për ta udhëhequr botën drejt vlerave të lirisë, të demokracisë, të solidaritetit, të barazisë dhe sidomos të drejtave të njerëzit. Ndryshimet në mjedisin ndërkombëtar janë të pashmangshme dhe ndonjëherë të paparashikueshme. Në anën tjetër, fqinji ynë verior, Serbia, i do veç se eurot nga Evropa, por se orientimin e ka të Kremlini. Prandaj nevojitet që të forcojmë edhe më tej shtetësinë e Kosovës, demokracinë dhe aleancat me shtetet perëndimore dhe me ato shtete fqinje që kanë të njëjtat vlera e interesa sikurse ne. Për fat të mirë, në konferencën e sigurisë në Munich, para pak ditësh, ku mora pjesë si përfaqësues i Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet evropiane konfirmuan se vlerat euroatlantike mbeten të njëjta, po ato vlera që ne i kemi të shkruara në Kushtetutën tonë. Ne jemi të vendosur të vijojmë rrugën tonë të integrimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian, si dhe të antarësimit në Këshillin e Evropës. Ne jemi të gatshëm që të japim kontributin që na takon për fuqizimin dhe reformimin e sigurisë kolektive në rajonin tonë dhe në Evropë, siç kemi bërë edhe më parë. Për këtë do të vijojmë të mbështetemi të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të Gjermania, të Britania e Madhe, të Turqia, Franca e Italia, Kanadaja e Japonia. Sikurse që do të kultivojmë marrëdhëniet dhe bashkëpunimin edhe me shtetet të tjera. Do të bashkëpunojmë edhe me shtetet evropiane që ende nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës si shtet pavarur. Sikurse do të përpiqemi që të sigurojmë Kosovës njohje të reja anë mban botës, në mënyrë që të antarësohemi në organizata ndërkombëtare siç na takon si shtet sovran e demokratik që jemi. Në rajonin e Ballkanit Perëndimor mbetet kyç bashkëpunimi me Republikën e Shqipërisë, si dhe me Republikën e Maqedonisë Veriut dhe me Republikën e Malit Zi, shtete ku jetojnë pjesë të kombit shqiptar. Aleanca e mbrojtjes me Shqipërinë dhe Kroacinë është një element më shumë në sigurinë dhe paqen rajonale, demokratike, përballë faktorëve destabilizues. Në këtë ditë të shpalljes së pavarësisë, qytetarët tonë gëzojnë më shumë mbrojtje, demokraci e begati. Kosova nuk është vetëm një shtet i ri në hartën e Evropës, por është një partner i besueshëm i vendeve demokratike. Rruga jonë mbetet e njëjtë, sepse atë e kanë përcaktuar historia e kombit shqiptar, historia e afërt e lëvizjeve paqësore, lufta çlirimtare,
proceset demokratizuese në Evropë dhe vullneti i popullit Kosovës për liri e mirëqenie. Sakrifica e njerëzve tonë për liri ka qenë e përkryer. Puna jonë për Republikën duhet të jetë po aq e përkryer. Ju faleminderit. Faleminderit i nderuar kryeministër për fjalën. Tani është radha e grupeve parlamentare. Ftoj përfaqësuesen e lëvizjes vetëvendosje, zonjën Arvriena Gofci. E nderuar Presidente e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani Sadriu, i nderuar Presidenti i Republikës së Shqipërisë, zoti Bajram Begaj, e nderuar Kryetare e Kuvendit të Republikës së Kosovës, zonja Albulena Haxhiu, i nderuar Kryeministri i Republikës së Kosovës, zoti Albin Kurti, të nderuar deputet i dashur Bacar Rifat, të nderuar përfaqësues të kabinetit qeveritar, të nderuar familjar të familjeve Jashari Rugova, familjar të familjeve të dëshmorëve, përfaqësues të institucioneve, përfaqësues të vendeve mike që jeni bashkë me ne në shënimin e kësaj dite, të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës. Jemi mbledhur sot në këtë seancë solemne për të shënuar një nga ditët më të rëndësishme të historisë sonë kombëtare, 18 vjetorin e pavarësisë së Republikës së Kosovës. Si sot 18 vjet më parë, me 17 shkurt 2008, Kosova shpalli vullnetin e saj të lirë për të qenë shtet i pavarur, sovran dhe demokratik. Ishte një akt historik që kurorëzoi sakrificën shekullore të popullit tonë për liri, dinitet dhe vetëvendosje. Kjo ditë është një kujtesë e gjallë e rrugtimit tonë të vështirë, e qëndresës të brezave të tërë, e luftës së pastër e të drejtë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe e gjakut të derdhur për lirinë që sot e gëzojmë. Është dita që na kujton sakrificën e familjes Jashari. Është dita që na ndërmend dëshmorët dhe martirët, të mbietuarit e dhunës seksuale, 1133 fëmijë të vrarë. Është dita që e shënojmë me vetdijen se shumë familje vazhdojnë akoma të vuajnë e t'ju mungojnë më të dashurit e tyre, të zhdukurit me dhunë. Prandaj, sot e çdo ditë, me nderimin më të thellë, përkulemi para dëshmorëve të kombit, martirëve dhe të gjithë atyre që kontribuan për shtirimin dhe ndërtimin e shtetit tonë. Dhimbja është e madhe, por edhe krenaria për ata që dhanë gjithçka për vendin. Do të mbeten përjetësisht udhërëfyesit e rrugtimit tonë. Një falënderim i veçantë për shtetet mike dhe partnerët ndërkombëtar për mbështetjen e vazhdueshme në rrugtimin e Kosovës drejt lirisë, pavarësisë dhe konsolidimit shtetëror. Të nderuar të pranishëm, sot Kosova është një realitet shtetëror i pakthyeshëm. Një shtet që pavarësisht sfidave ka dëshmuar forcë, stabilitet dhe përkushtim ndaj vlerave demokratike. Një shtet që po ndërton institucione, po fuqizon sundimin e ligjit dhe po ecën me vendosmëri drejt integrimeve euroatlantike. Shpallja e pavarësisë ishte fillimi i një përgjegjësie për të ndërtuar një shoqëri të drejtë gjithëpërfshirëse dhe me mundësi të barabarta për të gjithë qytetarët tanë pa dallim. Përgjegjësi për t'u ofruar me përkushtim të rinjve tanë perspektivë, shpresë dhe arsye për të ndërtuar të ardhmen e tyre këtu në vendin tonë. Në këtë përvjetor, ne riafirmojmë angazhimin tonë si përfaqësues të popullit për të forcuar shtetin, për të mbrojtur kushtetueshmërinë dhe për të avancuar interesin qytetar mbi çdo interes tjetër. Kosova ka dëshmuar se ditë të qëndrojë fort edhe në kohët më të vështira. Me unitet, punë dhe vizion të qartë, ne do ta çojmë përpara ëndrrën e atyre që sakrifikuan gjithçka për këtë ditë. Shteti ynë është i ri, por jo i brisht. Kosova
po forcohet çdo ditë më shumë, si brenda vendit, ashtu edhe në arenën ndërkombëtare. Është përgjegjësi e të gjithë neve që të investojmë dhe të japim më të mirën për të ardhmen e brezave që do të vinë pa u kursyer. Lavdi dëshmorëve dhe martirëve të kombit, urime dita e pavarësisë, e paqim për jetë të zhvilluar e begat Kosovën tonë. Faleminderit. Faleminderit e nderuar zonja Nagafci. Tani nga grupi parlamentari PDK, zoti Betri Hamza. E nderuara Presidente e Republikës Kosovës, zonja Osmani Sadriu, i nderuari President i Republikës së Shqipërisë, zoti Begaj, e nderuara kryetare e Kuvendit të Republikës të Kosovës, zonja Agjiu, të nderuar deputet, i nderuari kryeministër, zoti Albin Kurti, të nderuar ministra, e nderuara familje Jashari, e nderuar familje Rugova, i dashur Basarifat, të nderuara familje dëshmorëve, veteran, kor diplomatik, deputet Parlamentit Britanik, pris fetar, gjithë ju të pranishëm, zonja dhe zotri. Me 17 shkurt 2008, në orën 15:39 minuta, është dita dhe ora kur flamuri ynë u ngret për herë të parë në këto institucione. Është dita kur guximi i brezave të tonë dhe sakrifica e tyre u bë shpresë e përjetshme për çdo qytetar. U shpall Republika e Kosovës. U shpall fundi i një padrejtësie historike. Kjo ditë nuk ishte rastësi. Ishte përfundim i një rruge të gjatë dhe sakrifice. Ishte kulmi i rezistencës. Ishte fitore e vetëdijshmërisë se një populli që refuzoi të nënshtrohej. Kosova kaloi nga sakrifica në sovranitet, nga rezistenca në republikë dhe nga ëndra shekullore në realitet shtetëror. Pro kjo republikë është fitore. Themelet e saj janë të skalitura me gjakun e dëshmorëve. Janë të ngritura mbi sakrificën e atyre që zgjodhen lirinë mbi jetën. Prandaj sot, në këtë ditë shumë të rëndësishme për popullin tonë, ne përulemi me mirënjohje. Para familjeve të dëshmorëve, para luftarëve të lirisë, para çdo qytetari që kontriboi për këtë ditë, dhe përulemi me mirënjohje edhe para aleatëve tonë. Në orët më të errta të historisë sonë, bota demokratike nuk heshti. Ndërhyrja e NATO-s ishte momenti ku ndërgjegja e qytetërimit u bë mburoj e Kosovës. U jemi përjetësisht mirënjohës Shtetet Bashkuara të Amerikës, miku tonë të madh dhe aleatit tonë strategjik që qëndruan në anën e duhur të historisë. Faleminderit vendeve të Bashkimit Evropian dhe çdo shteti që njohui pavarësinë tonë. Faleminderit ushtarëve të KFOR-it që garantuan paqen dhe sigurinë në tokën tonë. Kosova nuk harron. Kosova ditë i nderoj miqt dhe Kosova mbetet e palekundur në aleancat e saj euroatlantike, sepse liria jonë është merit edhe miqve tonë. Të nderuar të pranishëm, shtetësia nuk është vetëm flamur dhe himn, është siguri dhe drejtësi. Është rujtje e së vërtetës sonë historike, sot festojmë, por njëkohësisht edhe reflektojmë, sepse ndërkohë që ne ndërtojmë të ardhmen, pjesa më e lavdishme e historisë sonë, lufta çlirimtare është në bankën e të akuzuarve në Hagë. Lufta jonë çlirimtare po gjykohet. Ata kanë kontribut në shtet, Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli e Recep Selimi po gjykohen. Dhe sot du ta themi qartë dhe me vendosmëri. Besimi i Kosovës në drejtësinë ndërkombëtare nuk duhet tradhtuar. Ne nuk lejojmë që historia të rishkruhet në kurrez të sakrificës sonë. Ne nuk pranojmë barazi artificiale mes agresorit shtetëror serb
dhe rezistencës sonë për liri. Ne nuk pranojmë që drejtësia të bëhet selektive. UÇK-ja nuk ishte ndërmarrje kriminale, ishte ushtri çlirimtare. Ishte përgjigje ndaj shtypjes, ishte zëri një popullit që nuk ishte më rrugë tjetër. Kosova kërkon drejtësi, por drejtësi të vërtetë. Drejtësi që nuk relativizon sakrificën, drejtësi që nuk i nështrohet politikës, sepse liria jonë nuk është krim. Pavarësia jonë nuk është gabim historik. Ajo është e drejtë e fituar me shumë heronj, dëshmor, martir dhe me përkrahjen e alatëve tonë. Të nderuar pranishëm, Kosova është realitet i pakthyeshëm. Shteti ynë është projekt i përfunduar i lirisë. Sfida kemi, betejë kemi, por ne do të triumfojmë. Shtetin tonë do të bëjmë më të fortë, institucione më efikase, drejtësinë më të barabartë, demokracinë më funksionale, por mbi të gjitha do të ruajmë kujtesën tonë, sepse një popull që harron sakrificën rrezikon ta humbas lirinë. Dhe ne nuk do ta humbasim. Kosova është shtëpia jonë, është amaneti ynë, është përgjegjësia jonë, liria jonë ka emra, ka varre, ka histori që nuk shlyhen. Dhe mbi këto sakrifica qëndron Republika jonë, e lirë, sovrane dhe përjetshme, gëzuar ditën e pavarësisë, gëzuar ditën e shtetësisë Kosovës. Faleminderit. Faleminderit po ashtu i nderuar zoti Hamza. Tani është radha e grupit parlamentar të LDK-s, zoti Lumir Abdigjiku. E nderuara Presidente e Republikës Kosovës, zonja Vjosa Osmani Sadriu, i nderuar Presidente e Republikës Shqipërisë, zoti Bajram Begaj, Basja Rifat, i nderuar Kryeministër Kurti, anëtar të Kabinetit Qeveritar, kryetari i Kuvendit, të nderuar anëtar të korit diplomatik, ushtarak e oficer të Forcës Kosovës, familjar të dëshmorëve veteran të luftës shqirimtare, përfaqësues të institucioneve vendore, qytetar të nderuar të Kosovës, të nderuar kolegë deputet. Ka ditë kur historia na fton të flasim, e ka ditë kur na kërkon të dëgjojmë, gjithsesi ka ditë si kjo sot mja kur na kërkon të kujtojmë me dinitet dhe të flasim me plot përgjegjësi. 18 vjet më parë, Kosova u bë shtet, por shumë më herët, Kosova kishte vendosur të jetë e lirë e të bëjë shtet. Dhe sot, teksa qëndrojmë në këtë tempull të shenjtë të pavarësisë, të trimruar edhe nga shpirti i të parëve tonë dhe vullneti pa epur i popullit tonë për liri e shtetësi, ne duhet t'ja kujtojmë vetës se pavarësia e Republikës sonë nuk ishte vetëm një akt dite, pavarësia jonë është kulmi i një procesi gjatë shekullor për mbjetesë, identitet dhe mbi gjitha dignitet. Është rezultat i një përpjekje kolektive që kalon përmes epokave, përmes sakrificave individuale dhe qëndrueshmërisë shoqërore, pra përmes mendimit politik dhe mbi gjitha qëndresës morale. Prandaj në këtë ditë, ne nuk e kujtojmë vetëm aktin e 17 shkurtit të vitit 2008. Ne kujtojmë gjithë rrugën që na solli deri aty. Kujtojmë vitet e mohimit, vitet e rezistencës, vitet e durimit dhe vitet e sakrificës. Kujtojmë një popull që zgjodhi të mos zhdukej dhe të mos dorëzohej, edhe kur gjithçka dukej e pamundur. Në themel të kësaj rruge qëndron filozofia politike e atit themeltar të Republikës sonë, presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova dhe gjithë lëvizjes patësore të viteve 90. Rugova dhe lëvizja madhe për liri, për pavarësi e demokraci, i dha Kosovës një orientim historik, epokal, e ktheu çështjen ndërkombëtare nga një realitet i dhënshëm në një projekt politik me legitimitet moral. Ai e konceptoi lirinë si vlerë universale dhe shtetin si projekt kulturor e projekt demokratik. Lëvizja pasore nuk ishte zgjedhje lehtë, ishte zgjedhje vetëdijshme dhe guximshme. Ishte bindja se një popull i vogël,
por me të drejtë të madhe, të jashtëzakonshme, duhej ta fitonte përkrajën e botës perëndimore përmes maturisë, qëndrueshmërisë dhe vizionit. Ishte refuzim i urrëties dhe hakmarrjes si mjete politike, ishte zgjedhje për ta ruajtur shoqërinë, për ta mbajtur gjallë kombin dhe për ta ndërtuar shtetin mbi vlera. Rrugova i mësoi Kosovës se durimi nuk është dorëzim, por është forcë e përmbajtur, se paqja nuk është mungesë guximi, por strategji e mençurisë dhe se orientimi euro-atlantik nuk është zgjedhje e momentit, por identitet politik i përhershëm i popullit të Kosovës. Ai e pa shtetin jo si instrument pushteti, por si kornizë morale ku qytetari ndihet i mbrojtur dhe respektuar. Por historia jonë është e paplot nëse nuk është e vërtetë. Dhe vërteta Kosovës është se krahas së rezistencës pasore, erdhi edhe momenti kur dhuna shtetërore e Serbisë dhe mohimi total i të drejtave të një vendi që kërkon të liri, e sollën popullin tonë përballë nevojës për mbrojtje të armatosur. Familja Jashari dhe Prekazi janë kthesë historike kësaj rruge. Sakrifica atyre e përmasave që vështirë mund shpjegohen e fliten edhe me një fjalim së ky imi, nuk ishte vetëm heroizëm individual, ishte akt themelus i ndërgjegjës son kolektive, akt themelus i veçlirimit. Ishte dëshmi se liria ka çmim dhe se ndonjëherë ai çmim paguhet me më të shtrejtën me jetën. Pregazi e zgjoi ndërgjegjen kombëtare dhe atë ndërkombëtare dhe bëri të qartë se padrejtia kishte arritur kufirin e saj të fundit. Ushtria çlirimtare e Kosovës ishte përgjigje e një populli të shtypur ndaj dhunës sistematike dhe krimeve kundër njerëzimit. UÇK u bë faktor i pashmangshëm i realitetit politik dhe historik, duke u ndërthuar me përpjekje diplomatike dhe me mbështetjen vendimtare të aleatëve tonë ndërkombëtar. Sakrifica e luftarëve të UÇK-s, e heronjve, dëshmorëve, e martirëve që na qëndrojnë në altarin e kësaj republike, mbetet pjesë e pandashme e historisë sonë të lirisë dhe më lejoni të them këtu se nuk ka gjë, nuk ka as proces, nuk ka as forcë që ndryshon lavdin e kësaj lufte të pastër dhe historike të popullit të Kosovës dhe ushtrisë tonë çlirimtare. UÇK është vetë populli i Kosovës. Këto dy rrugë, ajo patësore dhe ajo çlirimtare, janë rrugët e popullit tonë drejt lirisë dhe pavarësisë. Ato nuk e përjashtojnë njëra tjetrën, ato e plotësojnë njëra tjetrën. Ato së bashku krijuan kushte që Kosova të mbjetoj, të çlirohet dhe më në fund të bëhet shtet. Vetëm duke respektuar të dyja, historia jonë mbetet e plotë dhe e ndershme. Prandaj populli i Kosovës sot e nëpër brezni do të respektojë lëvizjen patësore dhe luftën çlirimtare si vlera identitare të shtetit tonë. Dhe në këtë ditë feste nderojmë në veçanti dhe viktimat civile të luftës, gratë, fëmijët, të moshuarit, të vrarë e të zhdukur, vetëm sepse ishin shqiptar dhe sepse dëshën të jetonin të lirë në dhejën e tyre. Ata janë pjesë e përhershme e ndërgjegjës sonë kombëtare dhe kujtimi i tyre nuk është vetëm dhimbje e tanishme, është përgjegjësi shtetërore. Përgjegjësi për të nderuar me të vërtetën, për të mbrojtur nga arresa dhe për të kërkuar drejtësi në emrin e tyre. Në këtë ditë festë e gëzimit të 17 shkurtit dhe jo vetëm, ndjejmë detyrimin tonë për mirënjohje e falënderime të përjetshme ndaj aleatëve tonë nga gjithë bota. Veçanti mirënjohje të veçantë gjitha shteteve të Aleancës Veriatlantike, të NATO-s, Bashkimit Evropian, Mbretërisë së Bashkuar e në veçanti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që në orët më të vështira tonat u gjendën në krah tonin. Shtëpia nuk mbahet pa miq, nuk mbahej dje, s'mbahet sot, s'do të mbahet as edhe nesër. Në këtë ditë të veçantë, le nderojmë dhe vetë ditën e 17 shkurtit, si ngjarje kulmore e historisë sonë për shtetësi. Shpallja e pavarësisë ishte akt i unitetit kombëtar dhe politik, ishte dëshmi se Kosova dinte të bashkohej kur historia kërkonte. Presidenti i Republikës Fatmir Sidiu, kryeministri Hashim Thaçi, kryetari i Kuvendit Jakub Krasniqi dhe të gjithë deputetët e Kuvendit Kosovës të asaj legjislature kishin jo vetëm fatin historik,
por dhe peshën e madhe të një rroktimi gjeneracional të shpallin pavarësinë e Kosovës. Dhe pa dallim politik, e shpallën Kosovën shtet pavarur dhe sovran në një nga momentet më të ndritura të historisë sonë moderne. Ajo diele 17 shkurtit nuk ishte ditë e një force politike, ishte ditë e shtetit, ishte ditë e qytetarëve, ishte ditë e unitetit dhe që nga atëherë dita e 17 shkurtit duhet të festohet si e tillë. Sot, 18 vjet më pas, kemi arsye shumë të jemi krenar për shtetin që kemi, krenar për institucionet që kemi, krenar për fatin se Kosova qëndron si shtet i lirë, demokratik dhe i orientuar qartë drejt botës euroatlantike. Krenar për flamurin ton, për kushtetutën ton dhe për qytetarët ton të gjitha etnive. Kemi arsye të jemi krenar për mënyrën se si Kosova u njoh nga shtetet demokratike të botës, për mënyrën se si u integruam në mekanizma ndërkombëtar, për mënyrën se si ruajtëm paqen, stabilitetin dhe orientimin ton perëndimor edhe në kohë shumë të vështira. Por festa vërtet e pavarësisë nuk mbaron me krenari për të kaluarën, ajo vazhdon me përgjegjësinë për të tashmen dhe të dërimin që kemi ndaj së ardhmës. Sepse pavarësia nuk është vetëm trashëgimi që e gëzojmë, është amanet që duhet ta ruajmë dhe ta forcojmë secilën ditë. Sot, si përfaqësues politik që jemi, si institucione, si qytetar, kemi një përgjegjësi të madhe historike. Përgjegjësinë që shtetin e fituar me sakrificë ta bëjmë shtet funksional, që lirinë e fituar me gjak ta mbrojmë me ligj të vërtetë, që demokracinë e ndërtuar me durim ta zhvillojmë me punë të pandalshme. Gjendja në cilën ndodhet sot Kosova na obligon si patriot që duhet jemi, na obligon të mos mjaftohemi me simbolik, por të kërkojmë përmbajtje. Na obligon të mos e relativizojmë shtetin, por ta forcojmë atë, sepse shteti nuk do psohet vetëm nga armiqt të jashtëm, por edhe nga papërgjegjësia e brendshme. Përgjegjësia jonë sot është që Kosova të mos humbas besimin e qytetarëve të saj, që të rinjtë tonë të mos e shohin largimin si zgjidhje, që puna të shpërblet, ligji të vlejë njësoj për të gjithë dhe institucionet jenë në shërbim të qytetarëve, ashtu siç e na mësuan themeluesit e shtetit tonë. Zonja Zotrin, në 18 vjetorin e pavarësisë Kosovës, kësaj ngjarje madhore historike, në frymën e festës dhe gëzimit, më lejoni që në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, t'ju uroj të gjithëve për këtë ditë shënuar. Le të shërbej kjo ditë e kjo datë si fryzim e si nxitje pozitive që të punojmë më shumë e me vullnet më të mirë për vendin tonë, për atëdhejën tonë, Republikën tonë. Që të zotroj paqja, liria dhe demokracia, vlera ideale këto për cilat u angazhua me dekada të palëkundur për kundërshtypjes, terrorit, dhunës e luftës. Është detyra jona që këto vlera t'i ruajmë, por edhe t'ju përcjellim breznive që vinë, sepse kështu e bëjmë vendin tonë një qerdhe të ëndrave e vlerave tona të përbashkëta. E shkuara jonë është e lavdishme, pasore dhe shlirimtare, dhe është e papërsërishme, mbi të gjitha është e parrishme dhe e pandryshueshme. E ardhmja jonë është e padefinuar, është e pashkruar dhe aty sot kemi rol ne. Aty ne duhet të përcaktojmë kujtimet e të tjerëve që vijnë pas nesh. Në këtë ardhme, ne përcaktojmë dhe kujtimet tona si shoqëri, rrugtimin origjinal për në NATO dhe për Bashkimin Evropian. Këtë rrugë duhet ta bëjmë ne si testament për gjenerata që vijnë, si mirënjohje për ato që s'janë më. Rrugtimi ynë si shtet krenar, me njerëz të jashtëzakonshëm e të ardhme të ndryshme do të vazhdoj, sepse ky rrugtim s'ka kthim prapa, sepse Kosova, atdheju ynë është i përhershëm, sepse Republika e Kosovës është e përhershme dhe e pavdekshme. Zoti e bekoft Kosovën tonë të bukur, njerëzit e saj punëtore të devotshëm, miqtë tanë dhe aleatët tanë të palëkundur, Zoti e bekoft këtë ditë. Ju falenderit. Faleminderit po ashtu zoti Abdi Gjiku. Tani është radha e grupit multietnik, deputeti Artan Aslani. E nderuara presidente zonja Osmani Sadriu, i nderuar president zotri Begaj, e nderuar kryetare e kuvendit zonja Haxhiu, i nderuar kryeministër zotri Kurti,
i nderuar kabinet qeveritar, të dashur koleg deputet, të nderuara familje të dëshmorëve, e nderuara familja Jashari dhe familja Haradinaj, të nderuar kori diplomatik, të dashur qytetar të Republikës së Kosovës. Sot në këtë ditë të shënuar për shtetin ton, kujtoj momente kur Kosova u shpall e pavarur. Pas një rrugë të gjatë sakrifice, qëndrese dhe shprese. Pavarësia e Kosovës nuk ishte një akt i rastësishëm, e as një dhurat. Ajo erdhi pas dekadash pa drejtësi, vujtje dhe përpjekje të përbashkëta. Ishte fitore atyre që besuan se liria dhe dinjiteti janë të drejta që nuk falen, por fitohen. Në atë ditë historike, komunitetet që sot përbëjnë grupin multietnik ishin të përfaqësuar me dinjitet dhe përgjegjësi. Ishin gjithsej 12. Bosnjak ishin 4 deputet, turq ishin 3 deputet, ashkali ishin 3 deputet, 1 egjiptian dhe 1 deputet komunitetit rom. Të gjithë ishin aty, të gjithë dhanë në shkrimin e tyre, të gjithë morën përgjegjësi historike për shtetin e ri në letra, por jo në histori. Në histori ka momente kur një popull nuk pyetet sa është i madh, por pyetet se a është i bashkuar. Dhe Kosova u bë bashk pikërisht në momentet kur qytetarët e saj, shumicë dhe pakicë, vendosën të jenë një zë i vetëm për një shtet ndërtim. Në atë ditë në shkrimi nuk ishte vetëm një boj apo ngjyrë në letër, por ishte një betim, ishte një përgjegjësi, ishte një premtim se ky shtet nuk do t'i përkas njërit, por të gjithëve. Ne e respektojmë dhe e mbrojmë fuqishëm luftën e pastër dhe çlirimtare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, sepse ajo na hapi rrugën e lirisë dhe e bëri të mundur që sot kjo të ndodhë. Dhe ne jemi të bindshëm dhe besojmë në pafajësinë e krerëve të UÇK-s që po mbohen padrejtisht në Hagë. Dhe sot, 18 vjet më vonë, ne dëshmojmë se ai premtim ende qëndron, sepse nga ajo ditë, sot, nesër, pas nesër dhe deri në përjet, ne do t'jemi ende këtu. Aty ku kemi qenë gjithmonë, aty pa hezitime dhe pa kushte. E këtu na lidh një gjë vetme, na lidh Kosova, e përbashkët që e kemi. Kosova është vendi ku jetojmë të gjithë, ku rrisim fëmijët tonë dhe ku ndërtojmë të ardhmen tonë. Një shtet që synon një jetë më demokratike, më gjithëpërfshirëse dhe më e drejtë për çdo qytetar. Dhe në këtë 18 vjetor të pavarësisë, festojmë atë që kemi arritur të gjithë së bashku. Sepse liria fitohet vetëm një herë, por shteti ndërtohet për jetë. Urime ditën e Republikës së Kosovës, Zoti e bekoft Kosovën dhe të gjithë qytetarët që jetojnë këtu. Faleminderit. Faleminderit po ashtu edhe juve, Zoti Aslani. Tani është radha e AK-s, Zoti Besnik Tahiri. Faleminderit, kryetare, e nderuara presidente e Kosovës, Vjosa Osmani Sadriu, i nderuar dhe shumë i dashur dhe i respektuar president, mirë se ke ardhur, faleminderit që na ke nderuar me prezencën tuaj. Bacarifat, faleminderit shumë që je me ne gjithmonë, i nderuar kryeministër, kabinet qeveritar, kryetare e kuvendit, shumë të dashur familjar të dëshmorëve, familje Rugova, ushtar të FSK-s, oficer të ushtrisë më të lavdishme në glob të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, God bless you, që jeni sot me ne, të nderuar ambasador,
deputet kolegë zonja Vezotri. Pa dyshim që shpallja e pavarësisë së Kosovës është një kurorëzim i një rezistencë të gjatë, i një sakrifice të brezave dhe një lufte historike për liri e dignitet. Ishte momenti kur ëndra shekullore për liri e shtetësi u bë realitet politik dhe juridik që po e gëzojmë sot. Me 17 shkurt të vitit 2008, Kosova u shpall shtet i pavarur, demokratik dhe multietnik, një akt që njëherë për gjithmonë e vullosi vullnetin e popullit tonë për të jetuar të lirë në tokën e vetë. Sot, kur po shënojmë ditëlindjen e 18 të Republikës Kosovës, dua t'ju drejtohem gjeneratave të reja, dua t'ju flas veçanërisht atyre vajzave dhe djemve që në përkujtimin e jetës së tyre. Shpesh herë, një pjesë e madhe e tyre, lirin që e gëzojmë sot, po e marrin si të mirëqenë, po mendojnë që është dasht me qenë të lirë. Jo, nuk është dasht me qenë të lirë. Liria dhe shtetësia duhet ta dinë secili. Ato kanë ardhur me një sakrificë të madhe, me një vetmehim, me një humbje të mëdha dhe me qëndresë të palkundur të gjeneratave të këtij veni dhe këtij kombi. Në këtë ditë shenjtë, padyshim që përulemi me respekt, përjetshëm për sakrificën e atyre që kur nuk ndalen duke besuar në liri. Është i gjatë vargu i patriotëve dhe patrioteve që ndërshekuj punuan e luftuan për këtë tokë. Është i madh numri atyre që ndërbreza lirin tonë e paguan me gjak. I madh është edhe numri i alatëve perëndimor në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që u bën krahne në luftën për liri. Të një populli të vendosur për lirinë dhe shtetin e vet, me një armatë trima sheheronjesh, ata të brezit fundit, që nga Adem Jashari, Shkelzen, Eluan Haradinaj, Zahir Pajaziti, Fehmi e Gjevlla Drovci, Agim Ramadani e deri tek luftari i fundit. Të një populli që ende po sfidohet pse luftoi për lirinë e vet, duke u përballur me gjykime të padrejta. Janë 4 emra që janë simboli lirisë. Është Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, të cilët padrejtisht janë duke u ballafaquar me një proces në të cilin jemi pa asnjë dyshim që të shpallën të pafajshëm, për shkak se besojmë luftën tonë të drejtë për liri dhe besojmë po ashtu në drejtësinë ndërkombëtare. Në këtë përvjetor, kur i kemi mbushur 18 vjet, me respekt dhe pietet duhet kujtojmë edhe presidentin Ibrahim Rugova, përkujtojmë Adem Demaçin, dhe të na kujtohet se është koha që të flasim shumë qartë, shumë sinqert dhe shumë drejt për drejt për 3 mrekulli kombëtare që përbëjnë themelin e këtij shteti që po e gëzojmë sot. E para, kur nuk duhet me harru se vlera më e madhe historike pas fitoreve të Skënderbeut është vet ajo, është lufta e ushtrisë çlirimtare e Kosovës, e cila solli çlirimin përfundimtar dhe lirinë që kurse kemi pas të plot në këtë tokë e në këtë vend. Mrekullia e dytë është shpallja dhe njohja e pavarësisë Kosovës si shtet i pavarur, demokratik dhe multietnik. Kjo është arritja më e madhe kombëtare shqiptare për shkak se kjo tokë kur s'ka qenë administruar prej shqiptarëve më herët dhe kur s'ka qenë e lirë. E treta, mrekullia që duhet të realizohet, e cila nuk është realizuar plotësisht, është konsolidimi i plot i shtetit ton në organizmat ndërkombëtar. Bashkimi i Kosovës me Shqipërinë në organizatat ndërkombëtare, në Këshillin e Evropës, në NATO, në të gjitha organizmat tjera, në mënyrë që një herë për gjithmonë Kosova ta përmbyll një cikël të rëndësishëm popullit vet.
Ky është një kapitull që duhet ta përmbyllim me urtësi, me unitet politik, por edhe me vizion strategjik. Është çështje urgjente, kombëtare, që ta ndërtojmë një pakt politik të brendshëm, një unitet shoqëror për mbrojtjen e këtyre vlerave themelore. Përbaltja dhe zhvlerësimi i luftës për liri, apo vetë i taktit pavarësisë të Kosovës dhe simboleve tona nuk i shërben askujt. Duke sënuar këto themele, dëmtojmë vetë kauzën tonë kombëtare, e shtetënore dhe të ardhmen e brezave që po vinë. Zonja dhe zotri, Kosova ka nevojë për unitet në çështje madhore, por ka nevojë edhe për institucione të forta, pasi që pavarësia nuk është vetëm një akt historik, është përgjegjësi e përditshme për ne për ta bërë një shtet më drejtë, më të zhvilluar, shtet që i respekton më shumë drejtat e njerëzit dhe shtet i cili forcohet dhe antarësohet në arenën ndërkombëtare, gjithmonë e jetë krah për krah me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët tonë perëndimor. Le të urojmë kujtesën historike, le të forcojmë shtetin tonë e le ta çojmë Kosovën drejt integrimit plot euroatlantik. Gëzuar 18 vjetori i pavarësisë Kosovë. Faleminderit i nderuar zoti Tahiri, të nderuar të pranishëm. Ju falenderoj për pjesëmarrje dhe me këtë përmbylli punimet e kësaj seance solemne me rastin e kremtimit të 18 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës. Faleminderit.